Debati për buxhetin e vitit 2026 ka hyrë në fazën e nxehtë të amendamenteve, ndërsa në emisionin Debat në Shenja, deputetja e koalicionit Vlen, Saranda Imeri, solli një panoramë të qartë të gjithë procesit. Ajo tha se ky është buxheti i dytë të cilin ata do ta votojnë në 10 orë, dhe se kanë kaluar edhe 2 ribalanse të buxheteve. Sa i përket diskutimeve dhe marrjes pjesë aktive në diskutimet lidhur me buxhetin, Imeri tha se çdo herë ky privilegj i takon partive opozitare, për shkak se edhe nga praktika din se partitë opozitare çdo herë kanë vërejtjet e tyre. Për këtë arsye, ajo e quajti të palogjikshme që vetë opozita të parashtrojë amendamente për një buxhet që sipas saj ndërtohet pikërisht mbi kërkesat që ata përcjellin. Ndërkaq, duke shtjelluar këtë çështje të buxhetit për vitin 2026, ajo tha se 80% e amendamenteve të cilat janë propozuar nga opozita, në këtë rast nga BDI-ja, janë amendamente nga deputeti turk Salim Murat. Dhe shumica e tyre kanë të bëjnë me të drejtat e pakicës turke. Do me thënë, kjo është një lloj PR-i të themin nga ana e pozitës, me thënë është strategji e tyre, normalisht që çdo herë deputetët e opozitës të bëjnë zhurmë sa u përket ndarjes mjeteve buxhetore, normalisht. Kjo është edhe detyrë e atyre, por kryesisht, këto amendamente nuk kanë të bëjnë sa i përket realitetit, do me thënë. Ne, si koalicion, mirë po edhe me partnerin qeveritar që e kemi, ne paraprakisht konsultohemi dhe në ato institucione ku do duhet ndonjë ndërhyrje të ketë, ne mund të ata t'i bëjmë gjatë ribalansit të buxhetit ose me ndonjë aneks shtesë, pra. Ndërkaq, duke folur se kush do të jetë lider i Vlenit dhe sa mund të jetë me sistem rotacioni, deputetja tha se shembujt e rotacionit ka në botë, duke përmendur këtu partinë të gjelbërve në Gjermani, por edhe partinë Guxo në Kosovë. Ndaj beson se mund të funksionojë edhe në mesin e tyre. Dhe pse ky modalitet të mos funksionojë edhe te ne? Po i merrni shembull, përderisa atje ka mundur të funksionojë, unë mendoj dhe jam e sigurt se do të funksionojë edhe te ne. Nëse vjen deri te cili modalitet? Modaliteti i rotacionit, këtë që e përmendet më parë. Po, parë. në shkuptim rotacion zonja Imeri, çdo 4 vite apo forma të tjera? Tani ka forma të ndryshme se si. Mund të ketë kryetar juridik, kryetar i cili ka të drejtë nënshkrimit, kryetar, me thënë, ka disa modalitete, tani normalisht cilat do t'ishin më të përshtatshme, ajo ngel që ne ta elaborojmë në mesvete, mirë po punohet në këtë drejtim normalisht. Ajo po ashtu deklaroi se brenda LD-s ka disa emra të cilët janë lakuar për postin e ministrit të ekologjisë, pasi që siç dihet, kryetari i LD-s Mexhiti tani më është kryetari i komunës së Çajirit.